Fjalët e arta nuk shkruhen në karta. Kjo vlen për të gjithë, ndoshta veçse për emisionin tonë Okult. Kjo nuk ka vlerë, sepse fjalët e arta që shkruhen në karta thuhen tek Okult. Para se të fillojmë temën, cilën kemi zgjedhur sot, do të dëshiroja të kujtoja të gjithë miqve tanë që na ndjekin këtu në kanalin YouTube, ata që nuk i kanë bërë subscribe kanalit, t'i bëjnë një klik aty ku thot subscribe dhe aty ku është zilja që të merrni gjithmonë njoftimin për emisionet tona. Gjithashtu, këto emisione ne i hedhim në rrjetet tona sociale, ku përfshihet Facebooku im, Facebooku Okult, nga Alfred Sako, dhe mjafton followersat që kemi ne në Facebook dhe friendsat, që janë 5.000 friendsa, sigur të bëjnë nga një like, ata që nuk nga një klik, ata që nuk i kanë bërë ende, që nuk janë abonuar te kanali në YouTube, mjafton të hapin linkun dhe atje ku thot subscribe të abonohen, të regjistrohen sipas rregullave që ka YouTube-i. Falenderojmë gjithashtu sponsorat e emisionit ton, të cilët na mundësojnë mbajtjen e këtij emisioni. Sot kemi zgjedhur një temë e cila ka të bëjë me konfliktin në tukje midis Europës ose perandorisë britanike dhe Shteteve të Bashkuara në lidhje me disa territore të cilat duket sikur janë mbyllur në kafaz nga Amerika e Veriut, prej shteteve evropiane, posaçërisht prej perandorisë britanike, bëhet fjalë për Kanadan dhe tokat e Groenlandës që janë futur në kafaz nga Danimarka. Të shikojmë se çfarë do ndodhë presidentit Donald Trump krahas tyre dy territoreve që i ka quajtur si territore të Shteteve të Bashkuara. Kanadan e ka quajtur shteti 51 i Shteteve të Bashkuara. Njëkohësisht, presidenti Trump ka lëshuar një urdhër ekzekutiv për marrjen e kontrollit të dy pikave hyrëse dhe dalëse në kanalin e Panamas, ku, siç ka thënë ai, nuk mund të lejojë që Panamaja të blihet dhe të kontrollohet nga kinezët, të cilët janë rivalët e idhur të Shtetet e Bashkuara në gjeopolitikën botërore. Do të flasim një çik për Kanadan. Para pak ditësh është larguar nga para një muaji ndoshta nga kryesimi i Partisë Laburiste ose Liberale të Kanadas, është larguar kryeministri Trudeau dhe para 3 ditësh njëkohësisht kryeministri në vend të tij është zgjedhur Mark Carney, i cili është një njeri i bankierëve të Londrës, i City of London, si quhet ndryshe, vendi ku ndodhet bursa dhe banka qendrore dhe nga disa nga bankat kryesore të Anglisë dhe të familjes, kryesisht familjes Rothschild, po dhe disa familjeve të tjera. Dhe Mark Carney ka një pamje ndryshe nga Trudeau-ja, i cili kishte një pamje prej spitullaqi, një pamje shumë trendi për këto grupet e i pimve nga pamja e fytyrës dhe flokët, ose nga këto grupet e transseksualve, kishte ca pamje të ngjashme me ta kështu. Dhe Mark Carney ka një pamje tjetër më serioze, një pamje perandorake, do të thonim, si këta britanikët e vjetër. I lutem regjist edhe në foto, ja ku kemi një foto ku ai që është me dorë mbrapa është Mark Carney, kurse ky përpara që është me këto flokët e gjata dhe një foto me vjetër është John
Alexander McDonald, kryeministri I parë I Kanadas, së pavarur, por që në fakt kanë ndjekur mbrojtjen e interesave britanike në kushtet e kryuara në Amerikën e Veriut mbas fitores dhe mbajtjes së bashkuar në luftën civile të viteve 1860-1865, ku Abraham Lincoln mundi Konfederatën e Jugut, të cilët kërkonin të ndaheshin nga Veriu dhe preteksti ishte lufta kundër skllavërisë, por në fakt qëllimi ka qenë që Jugu I Shtetet Bashkuara të kontrolloheshe nga bankerët ndërkombëtar kundër Veriut dhe të bëheshin pasaj koalicione Kanada me Amerikën e Jugut dhe Meksika me atë pjesën e Veriut të Shtetet Bashkuara sotme, nëse do t'i arrinin qëllimit, dhe të bëheshin luftrat të ngjashme siç bëhen sot, siç janë bërë luftrat në Evropë, ku janë krijuar dy grupe të ndryshme, Antanta dhe Bloku Qendror, që kanë bërë dy luftra botërore apo luftrat përpara se të zhdukeshin perandorit pas luftës së parë botërore, ku perandorit të ndryshme kanë krijuar koalicione të ndryshme në luftë kundër njëri tjetrit, ku përfshihej perandoria britanike, perandoria franceze para revolucionit të 1789-s, 1783, kur u ekzekutua mbreti me mbretëreshën, dhe Luigi XVI, mos gaboj, dhe më pas u shkatruan disa nga perandorit më të fuqishme të kohës mbas luftës së parë botërore nga bankerët, të cilët morën kontrollin e territorit, ku përfshihej perandoria Romanov, perandoria Osmane, perandoria Habsburge, Austro-Hungarisë dhe perandoria e gjermanëve Hohenzollern ose Hohenstaufen. Flasim një çik sot për mitin perandorak të politikës kombëtare të Kanadas, që fillon, siç e thash dhe siç u duk në foton që regjia sapo e hoqi, ku dukeshin kryeministri parë, edhe njerë juria foton e parë, Sir John Macdonald dhe Mark Carney, kryeministri prej 3 ditësh, ai me kostum blu, kryeministri 3 ditor ose 4 ditor I Kanadas. Dihet që gjatë luftës civile, kur perandoria britanike kërkonte të mbante sa më të dobët Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ndarjes nga lufta civile, siç e shpjegova më përpara, një ndihmë të madhe që perandoria britanike mos hynte me flotën e saj në brigjet e Shtetet Bashkuara për të ndikuar dhe mendimin e Kanadas, cilin e kishte në kontroll, dhe nga Amerika e Jugut kërkonte të shkatronte dhe të dobësonte pjesën e veriut të Shtetet Bashkuara të sotme me në krye presidentin Abraham Lincoln, dhe dihet që car Aleksandri II, në mos gaboj, ka dërguar flotën e vet në të dyja krahët e Shtetet Bashkuara, cilat domethënë shtrihen në një kontinent, në Amerikën e Veriut, ka dërguar dhe në San Francisco flotën luftarake cari, edhe në New York, për të mos lejuar shtetet e Evropës që të përfshiheshin në luftën civile të Shtetet Bashkuara. Dhe dihet që ekzistenca e Shtetet Bashkuara të sotme është në saj të ndihmës që I dha perandoria ruse e Romanovëve, dhe kjo, por ashtu si dhe në revolucion një shekull më parë, kur
Shtetet Bashkuara u shkëputën me 13 shtetet e para nga Britania, me atë që quhet Partia e Çajit, ku një rol vendimtar kanë dhënë dhe francezët, të cilët u dënuan më pas nga perandoria britanike, duke përfunduar në tragjedi, ashtu si dhe Romanovët një shekull më vonë, gati një shekull më vonë, ose 75 vjet më vonë, pas ndërhyrjes që bën revolucion në luftën civile të Shtetet e Bashkuara, u ndëshkua perandoria Romanov përsëri nga perandoria britanike dhe nga bankierët e City of London, të cilët u asgjësuan, megjithse ishin kushurin nga gjaku me në atë kohë me përfaqësuesit e perandorisë britanike, të derës perandorake, nga të dyja krahët. Në përgjigje të thirrjeve të Trump për ta kthyer Kanadan në shtetin e 51, ka një ringjallje të ashpër nacionaliste nga Kanadaja, por e nxitur kjo nga britanikët. Duket që britanikët, të cilët krijuan dy superfuqi botërore, siç ishte Shtetet Bashkuara dhe Rusia kundër Evropës, për ta mbajtur sipas taktikës së tyre që gjithmonë beshin me më të doptin në Evropë për të mundur më të fortin që Evropa mos binte në dorën dhe të kontrolloheshe nga një dorë vetme politike. Kur u kryuan rrethanat në fillim të shekullit kaluar, u forcuan dora dorës Amerika dhe Rusia, pasi sollën komunistët dhe bolshevikët në kontroll të Rusisë, që ishin kryesisht qifut, dhe kontrolloheshin nga City of London, të dyja shtetet u armatosën me qëllim që të mbanin Evropën në kontroll. Por tashmë këto dy vende duket në pamje të jashtme që i kanë dalë nga kontrolli elitës financiare botërore, dhe Britania për herë të parë është lidhur me Evropën dhe me Kinën, me sa duket, dhe me arabët, për të goditur dhe për të mposhtur renditjen e koalicionit Shtetet Bashkuara, Izrael, Rusi, dhe sigurisht do të ketë përpjekje që në këtë konflikt të ardhshëm të kontrollohen shtete të tilla që në rajonin e paqësorit mund të japin një ndikim. Australia duket që është në kontrollin e Evropës nëpërmjet Britanisë. Janë vendet e archipelagut të Oqeanit Indian, që janë këto Indonezi, Malezi e tjera, janë vendet e gatishullit të Indokinës, të cilat do synojnë dhe do jenë objektiv për të mbajtur në kontroll, por kryesisht India dhe Japonia do të japin një ndikim të madh, njëkohësisht dhe me kë do të renditet Korea e Veriut, me Kinën apo me Rusinë, por njëkohësisht edhe Korea e Jugut do të ketë rëndësinë e vet në zgjidhjen e ngjarjeve të ardhshme të këtyre 4-5 viteve që do të ndodhin në botë, sipas shumë analistëve dhe sipas një analize timen. Pra bota po shkon drejt një trazimi. Mark Carney ka qenë kryeministri aktual i Kanadas, i sapo zgjedhur, ka qenë guvernator disa vite, rreth viteve 1910-1913 në mos gaboj, i Bankës së Kanadas, dhe më pas ka qenë për disa vite përsëri 2010-2013 dhe 2017 ose 2016-2020 ka qenë guvernatori i Bankës së Anglisë, dhe është një njeri i posaçëm, i dërguar në kohë të vështira për të mbrojtur interesat e Britanisë në raport me konfliktin
ndaj Shtetet Bashkuara, duke filluar që nga luftat tregtare, sepse ky është njeri specializuar si ekonomist për të industrializuar më tej Kanadan, e cila ka ngelur e prapambetur në mënyrë të qëllimshme prej Britanisë në krahasim me Shtetet e Bashkuara, e pa zhvilluar nga numri i popullsisë sipas projektit që ka familja mbretërore dhe që ka shprehur dhe vetë mbreti Charles, që i dytë që është sot mbreti i Anglisë, ose babai i tij, i cili ka thënë që në botën tjetër, në mos gaboj, mos e ngatroj, po ka thënë që do dëshiroja të isha një krimqitante ose një skifter, nuk më kujtohet mirë kur e kam lexuar, qitante kufomat e njerëzve të vdekur, të cilët duhet të ishin sa më shumë për të pastruar popullsia. Gjithashtu, Mark Corney kërkon përveç industrializimit të vendosë e kurudha efikase në gjithë territorin e Kanadas. Kanada ka një territor më të madh se Shtetet Bashkuara, e ka, mos gaboj, gati 10 milion kilometra katror sipërfaqen, kurse Kanada e ka Shtetet Bashkuara kanë 9.5 milion, kjo e kam duket 9.98 Kanadaja. Pra Kanadaja ka territor dhe sipërfaqe më të madhe se Shtetet e Bashkuara dhe ka vetëm 32 milion banor, ka rreth 3.4 banor për kilometër katror, në krahasim me Shtetet e Bashkuara që kanë rreth 34 banor për kilometër katror. Pra 10 herë më të lartë e ka dëndësinë e popullsisë Shtetet e Bashkuara. Projektet e kurudhore do të janë, do më thënë, me trena me shpejtësi të lartë dhe njëkohësisht Carney ka premtuar dhe do të bëjë realitet krimin e një banke të fuqishme kombëtare të Kanadas. Në këtë konflikt të madh, sigurisht që Illuminati, i cili kontrollon Evropën, atë që kishte armike dhe për cilën ndërtoi Rusin me armë të fuqishme dhe Shtetet e Bashkuara dhe që sot e kanë nën kontroll, pasi këto të dyja i kanë shpëtuar me sa duket nga kontrolli, dhe paret që ata kanë sigurisht që janë pare pafund, zakonisht në qarkullim janë paret që hidhen jo më shumë se 10 vjet përpara, pasi dihet që këto kreditohen nga bankerët qendror tek qeverit apo tek bankat e nivelit të dytë. Këta emetojnë nga ajri, nga hiçi dhe ja u japin këtyre dhe njerëzit e kthejnë në ekonomi, duke e përdorur çdo kartë monedhë disa herë gjatë vitit, dhe kjo tregon që aq herë sa që kanë bërë transaksione gjatë një viti me një kartë monedhë, aq herë është rritur ekonomia në mallra dhe shërbime pesha e ekonomisë. Dhe me qënë se një kartë monedhë mendohet që qarkullon 5 apo 6 herë mesatarisht apo 7 herë, varet nga sa i sofistikuar sistemi bankar në një vend, aq që rritet ekonomia në një vit prej prodhimit të një kartë monedhe, dhe këto para kthehen sipas planit çdo vit tek ai që i ka emetuar, që i ka prodhuar, pra ke bankierët qendror, dhe këta përsëri emetojnë para të reja çdo vit, duke i dhënë ke debitorët e tyre, që siç e thash kryesisht janë dy palë, që janë shteti, qeveria dhe bankat e nivelit dytë, por mund ta japin hua dhe ke operator të tretë. Dhe në këtë kuptim dua të them që sasia e parave që kanë bankerët, që kanë qysh në vitet 1700 që e prodhojnë kartë monedhën në Evropë, në shtete si Holanda, pas krimit të bankave qendrore të Evropës 1613, 1693, Britania me Wilhelm Orangjin e tjerët me radhë më mbrapa, pra ka rreth 300 vjet që pret para
presin para këta bankierët qendror që janë të njëjtat familje dhe paret që u kthehen brenda një cikli 10 apo 15 vjeçar, në rastin apo 20 vjeçar në raste të ralla, por shumica e parave u kthehet në ciklet më të shkurtra 10 vjeçare. Këta i marrin dhe i depozitojnë, i mbajnë stok në për depo të mëdhaja dhe tani këta po i nxjerrin këto para sepse me sa duket janë të rrezikuar që të bien nga pushteti për shkak të aleancës Shtetet e Bashkuara Rusi, sidomos mbas planit që në ngushticën e Beringut kërkojnë të lidhet Rusia nga ana lindore e saj me veriperëndimin e Shtetet e Bashkuara që është Alaska, e cila duhet të thënë që ka qenë një shtet, një pjesë, një territor që është në perëndim të Kanadas dhe ka qenë një territor rus dhe mbas gjatë kohës luftës civile, mos gabojmë 1866, mbas mbaroi lufta civile në revolucioni, lufta civile në Shtetet e Bashkuara, mbas vrasjes së Abraham Lincolnit në 1865, një vit më mbrapa ishte shitur Shtetet e Bashkuara për 7 apo 8 milion, 7.8 milion dollar, më duket që u quajt një budallëk i sekretarit të ekonomisë që blevi këtë Amerikan, për cilin do ta theksoj më vonë. Në fakt, kjo rezultoi një blerje fantastike e Shtetet e Bashkuara ndaj Rusisë, me të cilën atë kohë kishte marrëdhënie shumë të mira. Ne kemi përgatitur një material, një studim i cili do të jetë me disa pjesë që ku do ndërlidhim dhe do tregojmë situatën e sotme, parashikimet e ardhshme, siç folëm deri tash shpejt e shpejt, dhe çfarë ka ndodhur midis Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara, do t'i japim pak historinë e marrëdhënieve politike midis tyre dy shteteve, që të kuptojmë atë që po ndodh dhe atë që mund të ndodhë në të ardhmen. Ka një përpjekje të Kanadas për të rinovuar një politikë kombëtare në shekullin e 21 dhe ashtu si një politikë kombëtare e krijuar në shekullin e 19 nga babai themelues i Kanadas, John Alexander McDonald, të cilin e pat në foton fillim hapse, nuk ka qenë gjë tjetër veç se një mashtrim i krijuar për ta mbajtur Kanadan në kafazin global të Anglisë. Miti, do të flasim një çik për mitin e politikës kombëtare të Kanadas, qysh nga koha Kanadaja është krijuar në mos gaboj në vitin 1866 në kohën kur John Alexander McDonald u bë 1867 në mos gaboj, u bë kryeministri parë i Kanadas, ose në vitet 1870, po do të shikojmë me radhë duhet të thënë qysh në fillim para se tym në analizë që gabimi kryesor i politikës kombëtare kanadeze në vitet 1878, jo 868, 1868, por 78, 1885, nuk kishte lidhje me politikën e Kanadas ndaj Shtetet e Bashkuara, po kishte lidhje me politikën e Britanisë ndaj Shteteve të Bashkuara, po e maskuar si politikë e Kanadas. Që të kuptosh agjendën e vërtet pas origjinës së Kanadas, është e nevojshme për të kuptuar pse mallkimi i Kanadas, e cila ka shumë burime mbi toksore dhe nën toksore me tokën më të bollshme, është e pazhvilluar vetëm me 33 milion banor gjatë të gjithë tyre viteve në ndryshim nga Shtetet e Bashkuara, të cilat sot janë 10 fishis i Kanadas. Kjo dëndësi duhet thënë e ullët e popullsisë, siç e shpjegova dhe në fillim,
ka të bëjë me politikat për reduktimin e popullsisë nga 7.6 apo 8 miliard banor në 1 miliard banor, që ka të bëjë me atë që unë kam theksuar vazhdimisht, Agenda 2030. Regjia, lutem të na jap një foto të kontinentit amerikan ku duken ngjyrat sipas dëndësisë së popullsisë në Shtetet Bashkuara, Meksik dhe Kanada, e cila pothuajse është e bardhë pasi dëndësia e popullsisë është shumë e ulët. Sot bota kërcënohet nga një kolaps i dyfish që mund të ndodhë, qoftë nga ulja e rezervave ushqimore dhe ujore, por nga njëra anë, po dhe nga luftat termonukleare nga ana tjetër, në rast se përhapet një luftë e madhe midis shteteve. Prandaj, zhvillimi i një korridori ekurudor, siç është ai i ngushticës Beringut, që do lidhte 2 kontinente, po dhe 2 shtete, 2 super power, 2 superfuqi që janë Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, superfuqi ushtarake, domethënë, do të rrisnin shkëmbimin e mallrave dhe njëkohësisht do të ndihmonin dhe Kanadan për që dhe ta përdorte këtë ekurudh që transportin midis Azisë së largët lindore t'i bënin shumë shpejt nëpërmjet kësaj ekurudhe. Kjo do të ndihmonte njëkohësisht dhe për zhvillimin e Arktikut, pasi do të grumbullonte shumë, do të krijonte shumë mekanizma që këto 2 shtete, por dhe Kanadaja, që është interesuar për Arktikun, të fuqizonin mundësitë e tyre për të kontrolluar dhe për të zhvilluar Arktikun. Dhe do të zgjeronte edhe rrugën e mëndafshit të Kinës në Amerikë, dhe do të shmangte një luftë politike mbi 150 vjeçare, por që ky projekt ecë përpara do të ishte domosdoshme që Kanadaja të ishte dorë nga traditat e saj perandorake britanike. Këto tradita kanë përcaktuar historikisht interesat e Kanadas ose të drejtat e saj për t'u lënë vetëm, ose të drejtës për të eksportuar lëndë të parë si prodhuese druri dhe si një depozit e madhe ujë për të eksportuar ujë në pishëm në Shtetet e Bashkuara. Dhe sovraniteti i saj është përcaktuar sipas traktatit të Vestfalisë të vitit 1648, ku përcaktohen se cilat janë përfitimet e secilës palë. Por të flasim një çik çfarë është politika kombëtare kanadeze, e cila ka filluar në vitet në kohën e Bashkimit të Amerikës dhe përfundimit të luftës civile në Amerikë, dhe këtë politikë, pra politika kombëtare kanadeze, në fakt nuk e kanë hartuar kanadezët, por është hartuar nga britanikët. Kjo, në periudha të ndryshme, kjo lloj politike ka marrë forma të ndryshme. Në fillim e mori emrin nga politika e përgjithshme aplikuar nga Partia Konservatore dhe filloi në vitin 1878 në drejtimin e Sir John Macdonald. Këtu keni një foto të Sir John Macdonald që shikoni në ekran. Ky është kryeministri i dytë më i gjatë në historinë e Kanadas. Ka qenë për rreth 2 herë kryeministër, ka qenë për 5-6 vjet, u largua si kryeministër dhe dorëheqën sepse u akuzua partia e tij për një mit gjatë për korrupsion, për dhënien e një rishfeti gjatë marrëveshjeve për të ndërtuar ekurudhën më të rëndësishme në Britani.
më falni, në Kanada, politika u ngrit në forma të storulluara me të gjitha, domethënë kjo lloj politike, me të gjitha qeveritë konservatore, duke filluar sidomos me Robert Borden, që ka qenë kryeministër i Kanadas nga viti 1911 deri në 19, dhe nga kryeministri Bennett në vitet 30-35, dhe kjo politik e konkurrencës dhe e luftës kundër Shtetet e Bashkuara përfundoi pas rënies së qeverisë Diefenbaker, quhej ky, dhe ka qenë kryeministër prej 60 vjetësh, nga viti 1957 dhe në vitin 1963. Ky ishte politika kombëtare e Kanadas ishte një kundër program proteksionist ndaj politikës të tregtisë së lirë, të cilën e përfaqësonte partia tjetër e madhe e Kanadas, e përfaqësuar nga liberalët gjatë këtij shekulli, të cilës i ka përkitur dhe Trudeau dhe kryeministri aktual, i sapo zgjedhur. Liberalët kanë pasur prirje që të lëviznin drejt bashkimit ekonomik me Shtetet e Bashkuara, kështu kanë qenë politikanë dhe kryeministra si Wilfrid Laurier, të cilët ngritën grupin Laurier Liberal, dhe nga Liberals dhe nga kryeministri Skelton, Lapointe dhe St. Laurent. Por kjo lloj politike për bashkimin ekonomik me Shtetet e Bashkuara u denoncua dhe u luftua nga ajo që quhet Round Table në Britani, e cila ka shumë fuqi të madhe dhe sot, dhe në atë kohë ka qenë drejtuar në fillim të shekullit të 20, është drejtuar nga Lordi Alfred Milner, por dhe nga fabianisti i madh i gjeopolitikës botërore, Alfred Mackinder, i cili është dhe baba i gjeopolitikës, që ka ndarë sferat e qeverisjes midis fuqive të mëdha pas dy luftrave botërore dhe gjatë kohës së vendosjes dhe firmosjes së traktateve të paqes pas luftës parë dhe luftës dytë botërore. Alfred Mackinder ka qenë dhe drejtuesi i universitetit të famshëm fabianist, ku kanë studiuar edhe njerëz të tillë famshëm si George Soros, që është Universiteti London School of Economics and Political Science, ose LSE quhet ndryshe. E ka akronimin. Aktiviteti i këtyre njerëzve të fuqishëm në politikën britanike rrëzoi në fakt kryeministrin Laurier, i cili kërkonte një bashkim me Kanadan, me Shtetet e Bashkuara, e rrëzuan dhe e përmbysën në vitin 1911. Dhe ky ka shkruar gjatë kohës së luftës së parë botërore, ka thënë disa fjalë se Kanadaja, domethënë Laurier, kryeministri Laurier, ka thënë Kanadaja tani qeveriset nga një junt e Londrës, e njohur si tryeza e rumbullakët, me degëzimet e saj në Toronto, në Winnipeg, në Victoria, dhe këto deg i marrin idetë e tyre sigurisht nga Londra, të cilët i detyrojnë në mënyrë tinëzare që t'i futin këto ide në partitë kryesore qeverisë të Kanadas të asaj kohe, por dhe të sotme. Këtu keni një foto të ish-kryeministrit Laurier, që po e shihni në ekran, është kryeministri Wilfrid Laurier, i cili ka thënë këto fjalë, të cilat unë sapo i citova. Dhe Kanadaja, në vend që të bëjë një komb sovran që
të përpiqej të mbrojë nga plaçkitjet perandorake të Britanisë pas rrëzimit të Laurierit, ndryshe nga Republika Amerikane që kishte miratuar masa të tilla të ngjashme të distancimit dhe lirisë të veprimeve të saj në favor të interesave të shtetave amerikan kundër perandorisë britanike në vitin 1787 e tutje, nëpërmjet kushtetutës së saj, shembulli kanadez vërtetoi të kundërtën që kanadezët nuk ditën ta bënin një gjë të tillë që të ishin me të vërtet një kombi lirë dhe të shkëputeshin nga politika perandorake. Dhe kështu ajo mbeti një koloni nën kontrollin e ekur të Britanisë. Duke u përpjekur të kontrollonte territore të gjera brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kanadas, në fakt Britania po përpiqeshe të ndalonte bashkimin politik midis një aleance dhe ekonomik të këtyre territoreve me Rusinë. Kur vlera e vërtet e një politike proteksioniste të Amerikës qëndronte në faktin se kur kombinoi me kontrollin sovran mbi kredin publike dhe angazhimin për përmirësime të brendshme dhe mirëqenie të përgjithshme, kjo siguronte linjën më të mirë të mbrojtjes nga synimet grabitqare perandorake britanike nga njëra anë dhe ofronte një instrument të fuqishëm për ndërtimin dhe mbarvajtjen e kombit nga ana tjetër. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, sistemi mbrojtës gjatë historisë së Kanadas ka qenë i pandershëm dhe nuk ka arritur që të arrijë asnjë nga këto dy qëllime që duhet të ketë një shtet i lirë dhe pavarur. Këtu dëshiroja të përmendja pak një diçka që quhet keqkuptimi i Diefenbaker, i cili ka qenë, siç e përmenda më lart, kryeministër në vitet 50, 1950 në shekullin e kaluar, dhe kjo kishte të bënte me politikën kombëtare konservatore e cila u hoq tërësisht për të distancuar dhe për të ndjekur politika kundër interesave të Shtetit të Bashkuara në kontinentin e Amerikës së Veriut. Kryeministri Diefenbaker u përpoq ta zbatonte këtë doktrinë për të zhvilluar fuqitë produse të kombit sipas një vizioni të ndershëm, por aq edhe naiv sepse ai kërkonte të mbështetej përsëri ke Britania për të forcuar shtetin kanadez, ndërsa në fakt Britania ishte interesuar që Kanadaja të mos fuqizoj, mos shtohej shumë me banor dhe ashtu qysëm e zhvilluar ku ekonomia e saj do të bazohej kryesisht ke shitja dhe eksportet e lëndëve të para dhe jo zhvillimi i lartë i industrisë për të përpunuar të lëndë të para në mallra dhe për të shitur si mallra të përfunduara dhe si një rezervë, siç e thash, kryesisht ujë të pishëm për Shtetet e Bashkuara apo për prodhimin e energjisë elektrike. Politika e kryeministrit Diefenbaker u quajt vizioni i veriut ose politika e re kombëtare, domethënë që do t'i kundërviheshin fuqisë dhe ndikimit amerikan në kontinent, por duke zhvilluar Kanadan në ndryshim nga dëshira e perandorisë britanike, por duke mos krijuar konflikt me perandorinë britanike dhe ai mendoi që këtë zhvillim do ta bënte duke krijuar Bankën Kombëtare të Kanadas. Këtu keni një foto të kryeministrit John Diefenbaker,
që u përpoq shumë vite, ako e keni në ekran, që u përpoq shumë vite që të zhvillonte Kanadan duke krijuar Bankën Kombëtare të Kanadas, e cila në fakt zotërohej nga dinastia Rothschild që bashkëpunonte me perandorinë britanike. Sigurisht që Diefenbaker dështoi në arritjen e objektivave të tij, sepse ai u bazua tek folet e Rhodes Society, që është shoqëria Rhodes e krijuar nga Cecil Rhodes, i cili krijovi atë tryezën e rumbullakët, dhe ky është themeluesi i tryezës së rumbullakët, që sot është një nga institucionet sekrete më të fuqishme në botë dhe ka qendrat e saj dhe në vende të tjera, qoftë në Shtetet e Bashkuara, që ka RIAN, Royal Institution of International Affairs, dhe në Britani ka përsëri RIAN, e cila kontrollohet nga tryeza e rumbullakët, dhe Diefenbaker u mbështet pra ke ato dhomat e errtat të kësaj round table, domethënë shoqërisë tryezës së rumbullakët, dhe kjo politikë e tij u shpall në vitin 1957 dhe mori frymëzim nga ajo politika e vjetër kombëtare prej idullit që kishte Diefenbakeri, që ishte kryeministri i parë dhe themeluesi i Kanadas së pavarur, nëse mund ta quajmë kështu, nga Sir John Alexander McDonald. McDonald's ka pasur si pikë të programit të tij miratimin e tarifave mbrojtëse që të favorizoheshe prodhimi dhe bujqësia lokale kanadeze dhe të kishte përmirësime të brendshme në ndërtimin e kurudhës kanadeze të paqësorit, siç quhet, pra gjatë oqeanit paqësor të kishte nga ana ku është bler Alaska, të kishte një kurudhë që të lidhte veriun me jugun. Ky ishte një program i ngjashëm nga forma e jashtme me sistemin amerikan të Hamiltonit, me sistemin financiar, sepse këta përpiqeshin të mbështesin me bankët të pavarur. Dihet që Alexander Hamiltoni ka qenë një nga etrit themelues të Shtetet Bashkuara dhe ka qenë guvernatori i parë i Bankës Qendrore të Shtetet Bashkuara gjatë kohës kur u zgjodh presidenti i parë George Washingtoni dhe më pas është zgjedhur dhe president Alexander Hamiltoni. Por Kanadas i mungonte versioni amerikan për të shkëputur nga Britania, pasi nuk kishte thelbin e doktrinës që u paraqit nëpërmjet kushtetutës amerikane nga etrit themelues. Dhe doktrina e McDonaldit nuk ishte gjë tjetër veç se një iluzion i krijuar për ta shkëputur Kanadan, qoftë me Amerikën, por qoftë edhe nga Britania, nga perandoria britanike, dhe në këtë kohë në Shtetet e Bashkuara, sapo kishte kur u shpall doktrina, sapo kishte fituar mbajtja unifikuar e Shtetet Bashkuara nëpërmjet luftës civile të drejtuara në mënyrë të suksesshme nga Abraham Lincolni, i cili më pas u vra dhe mendimin që ka dhënë Kanadaja, e cila ka zbatuar porositë e Britanisë. Periudha midis viteve 1865-1871 është një nga
periudat ku u vure një ndryshim i fazës evolucionare në historinë njerëzore që kishte filluar me suksesin e revolucionit amerikan dhe pikpamjeve të rilindjes për njeriun e ri. Kundër pamjeve shtazarake të epokës së erët të mishëruar nga traditat perandorake britanike. Po të bëjmë një përmbledhje të shpejt të një plani kohor të ngjarjeve të vitit pas vitit 1865, pra kur u vra dhe Abraham Lincolni, do të përmendim disa data. Prill-maj 1865 u krye fitoria e Lincolnit ndaj konfederatës që u sponsorizua nga Britania në jug, siç u thash, dhe Lincolni vritet këtë vit nga John Wilkes Booth nëpërmjet një operacioni të siguruar nga jashtë Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Kanadas britanike. Në 30 mars 1867, Alaska është blerë nga prej rusëve nga sekretari i shtetit William Seward. Rusët e kishin shpëtuar Amerikën, siç thash, në 1863 nga vendosja e flotës ruse që bëri car Aleksandri II në brigjet e Amerikës në San Francisco dhe New York, siç u thash më përpara. Këto dy vende u bën aleat kryesor dhe njohën shtrirjen jetike të kurudave midis të dyja kontinenteve dhe gjatë luftës civile, kur u ndërtua kuruda midis dy oqeaneve Atlantik dhe paqësor në Shtetet e Bashkuara gjatë gjithë territoreve qendrore të Shtetet e Bashkuara, do ta paraqitim pak më vonë në art nga regjia. Në mars 1867 është bërë peticioni i parë i lëvizjes së aneksimit të British Columbia dhe për largimin e perandorisë britanike dhe bashkimin me Amerikën që ju paraqit mbretëreshës Victoria, e cila ishte mbretëresha e perandorisë britanike në këtë kohë. Me një korrik 1867, Akti Britanik i Amerikës së Veriut u themelua dhe krijoi një federat të 4 provincave kanadeze në një kushtetut të modelit britanik. British Columbia i rezistoi bashkimit për shkak të hapësirës së madhe të tokës që ndante atë nga kolonitë e Konfederatës Lindore. Në korrik të 1868, një territor që quhej territori Rupert, që ishte një territor i gjerë privat, u ble nga një kompani që quhet Hudson Bay me anë të një akti të parlamentit në Kanadën britanike që e përcaktoi më pas këtë tokë si kuror britanike, si tokë e kurorës britanike. Më 10 maj 1869, linja e kurorore transkontinentale e Shtetet e Bashkuara, i lutem regjis ta paraqit, ja ku e keni, kjo është ndarja e Kanadas, e cila ka qenë ndarë në Ontario, në Quebec. Ato tokat aty dallohen mirë që janë poshtë Hudson Bay, që është gjiri Hudson, në territorin e ujit duket Hudson Bay Company, është gjithaj territori kanë qenë toka private të një kompanie private. Në krah të majt të pamjes tonë, duken tokat ruse në veri perëndim të Kanadas, të cilat u shitën më pas, siç e theksuam, Shtetet e Bashkuara. Ja ku e keni atje, lexon, Kanadaja përpara Konfederatës së vitit 1867 ka qenë ndarë në këtë mënyrë. Më 10 qershor, mirë, vazhdojmë. Më 10 qershor 1869, një guvernator që ishte kundërshtar i federatës, Frederick Seymour, vdiq në rrethana misterioze. Më 10 dhjetor 1869, pati një peticion të dytë aneksimi nga tregtarët dhe politikanët që ju dorëzua presidentit Ulysses Grant dhe
kolegët e tij shprehin interesimin e tyre për publikum. Pra ka patur një peticion nga shumë kanadez për të bashkuar Shtetet e Bashkuara në vitin 1869 dhe ky ka qenë peticioni i dytë pas atij të parit që ja u përmenda pas vrasjes pas vdekjes së dyshim të kryeministit të guvernatorit Frederick Seymour. Me 20 korrik 1871 marrëveshjet për hyrjen e British Columbia në konfederat u thjeshtuan. Të hymë një çik në këtë zonën e hijeve të historisë, kur Lincoln po fitonte me 1865 ndaj Jugut, ndaj Konfederatës së Jugut, që ishte financuar nga britanikët, duket se ngjarjet po lëviznin me shpejtësi të madhe. Zbatimi i vazhdueshëm i praktikave të proteksionizmit të sistemit amerikan të Abraham Lincolnit, si kreditimi publik dhe përmirësimet e brendshme, rezultuan në një potencial më të madh në rritje, e cila po jepte ndikime në historinë botërore nëpërmjet shkëputjes së Shtetet Bashkuara nga Britania. Dështimi i Britanisë dhe i Kanadas për të kundër Shtetet Bashkuara që ajo të mos shlirohej nga shteti Am, kishte rezultuar nga ana e tyre në një ekonomi të pazhvilluar në Kanada, e cila ishte ndarë nga brenda dhe kishte shumë përçarje me lëvizje aneksuese që shpërthyen kryesisht nga British Columbia deri në Nova Scotia në Kanadan lindore. Ka pasur një udhëheqës i cili ka udhëhequr këto kundërshtimet që gjatë kohës asaj që quhet rebelimi i Kanadas së Poshtme me 1837 që u drejtua nga Louis Papineau, të cilët u bën udhëheqës të zjarrt për të kaluar Quebecun nëpërmjet manifestit të aneksimit të vitit 1849 me Shtetet e Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur një ndërgjegjësim në këtë kohë për politikën pro-konfederative të operacioneve terroriste të Britanisë dhe Kanadas. Ka pasur një projekt ligj të aneksimit të vitit 1866 që u paraqit në dhomën e përfaqësuesve të Shtetet e Bashkuara, që thoshte që nga data përkatëse shtetet e Nova Scotia dhe New Brunswick, Kanadaja Lindore dhe Kanadaja Perëndimore dhe territoret e Selkirk, Saskatchewan dhe Columbia me kufizime dhe të drejta të përcaktuara nëpërmjet këtij akti konstituohen dhe pranohen si shtete dhe territore të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atë që po përpiqet ta bëjë Trumpi sot, pasi këto nuk e realizuan më përpara, pra ka patur një projekt ligj po e përsërit edhe një herë për aneksimin e territoreve të Kanadas nga Kongresi Amerikan në vitin 1866, ose një vit mbas përfundimit të luftës civile në Amerikë dhe vrasjes së presidentit Abraham Lincoln. Projekt ligji autorizoi dhe $10 milion për të përdorur për të blerë territorin e gjerë privat të kompanisë Hudson Bay, që ja u treguam që pak më përpara në Artë, që njihet ndryshe dhe si toka e Rupertit dhe të territoreve veri perëndimore që ishin toka private. U autorizuan dhe programe të mëdha për përmirësimin nëpërmjet të përmirësimin ekonomik të këtyre territoreve, nëpërmjet një projekt ligji që përqendrohej sidomos tek ndërtimi i kanalit dhe kurudhave nga Maritimes në New York. Territori i gjirit të Hudsonit ishte një fenomen i çuditshëm në Amerikën e Veriut nga viti 1670 dhe në vitin 1869,
Kjo shkretëtirë e madhe ishte pas eksploruar dhe pa zhvilluar duke qenë pronë private e kompanisë Hudson Bay, e cila kishte marrë dhe një kartë mbretërore nga mbreti Charles II dhe kishte marrë detyrën si një deg e operacionit global të kompanisë së fuqishme ose asaj quhej qeverie fshet botërore, që ishte kompania e indive lindore dhe kishte siguruar që një operacion në një blok të madh korruptiv të tregtisë, sidomos tregtisë së leshit në drejtim të Evropës. Kolonitë që ishin në zotërim ende të Britanisë në veri të Shtetet e Bashkuara kishin pak mundësi për të zhvilluar, përveç se duke u marrë me tregti druri dhe ujë. Zhvillimi i dytë i rëndësishëm pas luftës civile, siç e kam përmendur dhe më përpara, u zhvillua më 30 mars 1867 me blerjen e Alaskës. Këtu keni një foto gjatë nënshkrimit të, ja ku e keni foto në ekran, gjatë kohës së nënshkrimit të aktit të blerjes nga ambasadori rus që ishte Baron de Stoekl, i cili është në foto, është një nga dy personat më këmbë përballë dhe kjo pikturë është më 30 mars 1867 dhe nga e majta në të djathtë janë Robert Chu, William Seward, William Hunter dhe Charles Sumner dhe Frederick Seward, të cilët janë antarë të grupit që mori pjesë në artimin e shitjes e blerjes së Alaskës nga rusët. William Seward ka qenë sekretar shteti i Lincolnit dhe aty është dhe, siç u shpjegova, senatori Charles Sumner, i cili ishte kryetari i Komitetit Marrëdhënieve me Jashtë dhe këta sollën projekt ligjin për aneksimin e territorit rus në Amerikën e Veriut për një çmim, sa do thoni ju, $7 milion. Në atë kohë sigurisht ka pasur vlerë shumë më të lartë se sa sot. Dhe Marina e carit Aleksandër II kishte punuar disa vjet përpara me Sumner dhe Sewardin për të kthyer balancën e luftës civile në favor të Lincolnit. Po mos kishin qenë rusët, sot Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin kështu siç janë, unitare, por do të ishin të paktën në atë kohë të ndara në dy pjesë. Këta e shtrin gjithë flotën ruse në brigjet e Atlantikut dhe paqësorit, siç e u thash, duke dhënë një paralajmërim fuqive evropiane që të mos fusnin hundët në konfliktin e Konfederatës. Kjo blerje nga shumë kundërshtarë të saj në Shtetet e Bashkuara u quajt Seward's Folly, pra një budallëk i sekretarit të shtetit të presidentit Lincoln, William Seward. Kështu njihet në atë kohë Seward's Folly, pra një budallëk, një hajvanlek i Sewardit. Dhe kjo e bëri atë që quhej British Columbia një pasuri të paluajtshme të Shtetet e Bashkuara dhe gjatë kësaj blerje u ndërtua në vitin 1867 e kurudha transkontinentale e Lincolnit që filloi në vitin 1863 në kulmin e luftës civile dhe kjo lidhi paqësorin me Atlantikun për të parë në histori dhe shkatroi kështu monopolin britanik mbi rrugët detare të transportit detar. I lutem regjis të paraqit artën ku kalon via e kurudhës që lidh dy oqeanet apo dy anët e
kontinentit në teritorin e një shteti të vetëm si që janë sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara me inxhinierët e tyre ndihmuan në bashkëpunim me rusët si Konti Sergej White dhe Dimitri Mendelejev për ndërtimin e kurudhës transsiberiane që u projektua nga amerikanët në këtë kohë të marrëdhënieve shumë të mira midis Amerikës dhe Rusisë. Dhe ndërtimi është bërë nga ekspertët Shtetet e Bashkuara dhe investimi është bërë me ndihmën e financave të Shtetet e Bashkuara dhe u diskutua si mundësi edhe lidhja midis dy kontinenteve, ajo që sot është një nga projektet për të ndërtuar e kurudhën në ngushticën e Beringut, si që u shpjegova më përpara. I lutem regjis të tregoj dhe e kurudhën transsiberiane duke mbyllur këtu pjesën e parë të temës miti perandorak i politikës kombëtare të Kanadas. Si që shikoni, e kurudha fillon që nga zona afër Shënpeterburgut dhe ose në zona e Kursk, ku sot zhvillohen luftimet, dhe vazhdon deri në përballë mbi Korenë e Veriut, përballë me Japoninë, ku më duket se aty ndodhet Sevastopoli. Pra, një kurudhë jetike për Rusinë, e cila u ndërtua qysh në kohën e vdekjes Abraham Lincolnit. Mendoj që ta mbyllim këtu pjesën e parë dhe të vazhdojmë me një pjesë tjetër ku do flasim në lidhje me këtë temë që është kaq aktuale dhe aktualitetin e sotëm dhe aktualitetin e ardhshëm që Kanadaja mund të jetë një patate e nxehtë në marrëdhënien midis Evropës dhe Shtetet e Bashkuara dhe koalicioneve përkatëse që janë duke u krijuar, duke u tradhuar shumë bota, siç u theksova edhe më përpara. Mirë, e mbyllim këtu, të nderuar shikues, para se t'ju them mirupafshim, dëshiroj t'ju kujtoj dhe një herë që të bëni subscribe kanalit, se nuk ju kushton absolutisht asnjë gjë, vetëm merrni informacione në lidhje me emisionet që ne hedhim në kanalin ton Okult këtu në YouTube. Njëkohësisht dua t'ju kërkoj miqve të mi, friendsave të mi, followersave të mi në Facebook, në rrjetet e mia sociale, që të gjithë ata që janë të shumt, janë rreth 60.000 veta që kanë kërkuar të bëhen followersa të faqes time, ju kërkoj që të bëjnë subscribe kanalin ton për ta bërë sa më popullor dhe sa më të ndjekur. Ka unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin e radhës.